Sot që nga dita, sepse sa po erdhi edhe një pako tjetër dhe është lampa për abazhurin e ri që kemi marrë tek dhoma e ndenjës. Me zore kam prit. Ta hapim lampën që ta shihni dhe ju pse me zore kam pritur. Është një lampë portokalli. Drita e madhe këtu sipër nuk më pëlqen fare. E bën dhomën duket si dhomë spitali, plus që abazhuri nuk është aq i lezetshëm. Kështu që kemi vendosur që të marrim abazhur të vegjël të ndryshëm. Për momentin, në abazhurin e fundit që kemi marrë, që është ky i madh këtu, kemi vendosur një lampë normale, e cila është pak e fortë, por prapë se prapë është dritë ngrohtë. Vërtet dhoma duket shumë mikpritse, por jam shumë kurioze se si do duket me këtë dritën portokalli, që po shkoj ta vendos tani edhe t'ju tregoj se si duket. Shpresoj që kamera të funksionojë të tregoj më afër reale, sepse është kamerë celulari edhe shkojmë. Kjo ishte ideja dhe jam shumë e lumtur. Oh my god. Drizzle on my life. Mirë se erdhët, unë quhem Krisi dhe ky është kanali im në YouTube. Videoja më parshme ishte vlogu im i parë shqip dhe ky është vlogu im i dytë në shqip. Do filloj të numëroj tani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siç përmenda edhe në videon e më parshme, nëse nuk e keni parë, mund ta gjeni këtu sipër. Po ndihem shumë më e sigurt duke folur në shqip se sa kur flisja në anglisht. Mendoj se ndoshta për një kohë do e provoj, do bëj video në shqip. Në videon e fundit ju tregova se si shkova tek zyra e punës për të lënë një takim për konsult për të më ndihmuar për të gjetur një punë në Gjermani, pasi deri tani nuk kam pasur sukses me mundimet e mia. Nga hera e fundit që folëm, kam pasur edhe 2 takime, të cilat nuk kam ndonjë gjë të re për të ndarë me ju, sepse të dyja kanë qenë takime për të lënë takime. Pra, nga takimi i parë, i cili unë thjesht u paraqita tek sporteli i godinës edhe kërkova që të leja një takim, mora një datë për takimin e dytë. Takimi i dytë ishte më shumë për të lënë një takim të tretë dhe për të dhënë informacion për shembull çfarë kam studiuar, ku kam punuar, çfarë niveli gjuhë gjermanishte jam, etj. Nuk e di se kur do jetë takimi i radhës, pasi nuk kam marrë njoftim ende, por gjatë kësaj periudhe kam hapur një profil në
portalin e faqes së zyrës punës dhe duhet të plotësoj të dhënat e mia, të shtoj edhe CV-n, letra motivimi, diploma, etj. Për diplomën jam pak në pikë pyetje sepse duhet ta përkthej dhe të bëj njohjen e diplomës. Nuk jam e sigurt se sa zgjat procesi, por do interesohem. Kaq mund t'ju them deri tani. Do nxjerr qenushet, do shoh çfarë do bëj për drek, për të ngrënë dhe do merrem me aplikime për punë. Gjatë këtyre 2 javëve kam qenë shumë në mëdyshje për drejtimin që do marrë jeta ime tani. Gjatë gjithë kohës duke menduar se si do shkoj puna, çfarë rrjedhë do marri karriera ime, nuk e di, nuk e kam iden fare, por di vetëm që kam përpara 2 zgjedhje. Dua që të bëj zgjedhjen e duhur, sigurisht, dua që ti mendoj pak gjërat më mirë edhe më në larg pamësi. Dhe kam pak frikë se mos bëj zgjedhjen e gabuar, por nuk dua ta mendoj këtë se sido që t'jetë, nuk ka zgjedhje të gabuar, thjesht zgjedhje dhe rruga vazhdon e zbulon duke ecë. Por nuk e di. Nuk e di se cila nga këto rrugë do më çojë aty ku unë dua të shkoj. Të dyja i shoh si potenciale, por nuk e di se cila do më përshtatet mua më mirë. Nise, se filloj edhe kur i mendoj shumë gjërat, bëhet më keq. Kështu që po shkoj tani, duhet nxjerr edhe pak qenushet. Okej, koha sot nuk e di, po herë del dielli, herë ikën, ftohti qëndron konstant. Por kur del dielli është çik më e pranueshme. Kur kam ardhur në Gjermani, kam pasur probleme me flokët, sepse uji tek dushi është shumë i fortë, edhe kam ndjerë që sikur m'jam dobësuar pak, bëhen shumë shpejt me yndyrë, zbogth, edhe me sa kam gjetë rahat, si me thënë. Mundohem përdor sa më pak produkte tek flokët, vetëm ato që vërtet ndihmojnë edhe më hyn punë. Rutina ime e dushit është thjesht shampo, një krem flokësh për mesin dhe majat e flokëve, sepse i kam të thata. Unë kam skalp të yndyrshëm dhe flokë të thatë. Dhe mbas dushit përdor këtë tonikun, që është kundra zbogthit. Dhe gjithashtu, pasi i thaj flokët, për majat sërish përdor këtë vajin e flokëve. Por këto nuk e përdor gjithmonë, domethënë. Se nuk dua që, siç thash, ta ngarkoj shumë flokun. Edhe t'i thajmë.
portalin e Zyrës Punës, kam hedhur të gjitha të dhënat e mia si CV-ja, certifikatat e provimeve të gjuhës, diplomën, edhe disa certifikatat të tjera. Më mungojnë disa letra nga punërat e mëparshme, si letra rekomandimi dhe certifikata pjesëmarrjeje dhe kursesh që kam ndjekur, sepse i kam në Shqipëri. Dhe herën e fundit që isha, nuk pata kohë që të futesha te dokumentat dhe dosjet që ti gjeja edhe ti merja me vete, por nuk është diçka që do më penalizoj shumë. Janë gjëra që mund t'i hedh me kalimin e kohës, por gjëja më e rëndësishme ishte që të hidhja CV-n dhe diplomën. Po shikoja pak edhe listimet e reja të punëve, kam piketuar disa në të cilat do të dërgoj aplikimet. Unë në fakt kam një portfolio online. Disa nga vendet e punës kërkojnë që të dërgoj portfolio në format PDF, kështu që më duhet që ta përditësoj dokumentin PDF gjithsesi, edhe pse kam një portfolio online. Tani do shkoj të përgatis diçka për të ngrënë, sepse ka kaluar ora 3 drekës edhe
Hej, të kemi përshëndetje nga parku. Sot u zgjova dhe pash që kishte dalë dielli, e thash, okay, duhet dal nga shtëpia. Duhet të dal të marr rreze aq sa të mundem, sepse nuk i dihet kur do kemi prap ditë me diell. Në fillim mendova të shkoj në një kafene dhe ta nis ditën me një kafe jashtë shtëpisë, por pastaj u mendova mirë edhe thash jo, në fakt dua pak qetësi, dua të shoh natyrën, edhe erdha këtu te Lulishtja. Dua t'ju uroj mirëseardhjen të gjithë subscribersave të rinj. Mirë se erdhët dhe shpresoj që t'ju pëlqejnë videot. Shpresoj që t'ju përcjell pak komfort, rehati dhe ta kaloni mirë kohën kur jeni duke parë videot këtu në kanalin tim. Gjithashtu dua t'ju falenderoj shumë për dashurinë që i keni dhënë videos fundit. Ju e dini që isha pak nervoze, por ja ku jemi prap një video tjetër në shqip. Ndihem pak si në siklet sepse ka njerëz që ecin vërdall edhe flasin edhe sikur shpërqendrohen pak. Nuk para filmoj shumë jashtë shtëpisë duke folur. Kur filmoj mundohem të flas për diçka shpejt, shkurt pa u zgjatur shumë, por sot nuk e di, ndjeva sikur doja që të dilja këtu edhe të flisnim dhe pak bashk. Në video fundit kam marrë komente nga më të ndryshmet dhe vlerësoj shumë edhe këshillat që më keni dhënë, vlerësoj shumë edhe mbështetjen edhe shtytjen për të ecur përpara. Dua t'ju falenderoj, nuk e di sa herë kam thënë këtë falenderimin, por vërtet është diçka që e vlerësoj shumë edhe do të thotë shumë për mua, sepse si njeri jam pak introvert, edhe këto videot që nxjerr dhe ku dal dhe flas i kam edhe si ushtrime për veten time që të dal pak nga kjo guacka edhe të mos jem kaq e mbyllur apo kaq e izoluar. Për më tepër që është një vend i ri, kam marrë këtë vendimin për të lëvizur jashtë Shqipërisë. Nuk qenë ka as pak e thjesht, edhe pse të gjithë që shkojnë jashtë e thonë këtë që nuk është dhe aq e thjesht, por unë kam pasur një eksperiencë ngjashme vite më parë. Jam munduar që të emigroj në Kanada, kam shkuar, kam jetuar për një vit tek halla ime dhe mirë po nuk isha dhe shumë e vogël atëherë, isha shumë e re, isha 19-20 vjeç, nuk isha e pajisur psikologjikisht, nuk isha e pajisur mendërisht për çfarë do kaloja, edhe e kam përjetuar shumë keq atë periudhën atje, edhe pse isha tek familja ime, isha tek halla ime dhe halla ime kur nuk më ka thënë jo për asnjë gjë, po të them unë ka qenë shumë e mirë, ka bërë çdo gjë për mua, është munduar me të gjitha, me sa ka pasur mundësi që të më ofronte, që të më siguronte që unë të vazhdoja të jetoja atje, por në fund vendosa që të kthehem sepse nuk ndihesha mirë as pak. Mund të kesh të gjitha të mirat, të jesh e rrethuar nga të gjitha të mirat, nga të gjitha mundësitë, nëse brenda teje ti nuk ndihesh mirë, me thënë nga ana psikologjike, mund të jesh e rënduar psikologjikisht, nga ana shpirtërore mund të ndihesh shumë keq, nuk ka vlerë asnjë gjë nga ato që ke, sepse kur si e mirë. Dhe nuk të ndihmon dot asnjëri në ato momente, vetëm ti mund ta ndihmosh veten tënde, vetëm ti duhet të arrish atë pikën ku të kuptosh që okay, çfarë jam duke bërë, edhe ta zgjosh veten, të dalësh edhe të lëvizësh edhe të ecësh përpara. Nuk është as pak egoiste që të kujdesesh për veten tënde, edhe që të vendosësh në vend parë ose që të vendosësh prioritet veten tënde dhe nevojat e tua, sepse kur nuk je ti mirë dhe në formë të mirë dhe i fort, nuk mund të ndihmosh dot as njerëzit e dashur që ke pranë. Prandaj unë në atë periudhë vendosa që të kthehesha, se nuk isha mirë, edhe kur u ktheva prap nuk ishte goxha e vështirë. Ato kanë qenë 3-4 vitet më të vështira të jetës time. Derisa njoha tim shoq Henrin, aty pastaj nuk e di, gjërat filluan ndryshonin. Ndoshta edhe unë si njeri u rrita pak nga eksperiencat që kalova. Nuk mund ta mohosh edhe mbështetjen që merr nga njerëzit e afërt. Ajo që po thoja është që shumë faleminderit që jeni këtu. Shpresoj që të mos ndiheni vetëm,
në gjërat që bëni apo që kaloni. Ta dini që gjithë po kalojmë diçka edhe jemi gjithë bashku. Nuk kemi pse t'jemi armiq me njëri tjetrin. Dhe e bukura është që nga që jemi kaq të ndryshëm, secili ka eksperienca të ndryshme, këndvështrime të ndryshme. Dhe në vend që t'i kundërvijemi njëri tjetrit për opinionet e ndryshme, unë mendoj se më mirë është që të bëhemi kurioz. Të pyesim, okay, po pse e mendon ti këtë kështu apo pse e shikon kështu? Që ta kuptosh atë tjetrin pak më mirë. Nëse nuk dua të flas sikur unë jam e pikuar nga qielli, sepse edhe unë kam momentet e mia kur jam e irrituar apo e acaruar dhe nuk dua fare të kuptoj, po sigurisht kam ato kufijtë e mi. Është e rëndësishme, sidomos në këto kohra që po kalojmë tani, gjërat janë pak të tensionuara, është shumë e rëndësishme që të rikthehemi tek qendra jon, të qëndrojmë më këmbë në tokë. Edhe të pyesim, të bëjmë sa më shumë pyetje, dhe mos i marrim gjërat për të mirë qëna se kështu na u servirën. Nuk e di se ku po shkon kjo video, sepse e nisa me dëshirën për t'ju falenderuar edhe për t'ju uruar mirëseardhjen në kanal dhe po dal në vende tjera. Përgjithsesi, thjesht doja t'ju thoja që faleminderit që jeni këtu.